U rikthyem të dashur shikues dhe tani është koha të ju informojmë për parashikimin e motit edhe për kushtet atmosferike që do të mbizotrojnë gjatë ditës së sotme dhe të nesërme në Kosovë, rajon dhe më gjerë. E ne presim me i pa temperaturat që do t'i kemi sa i përket ditës së sotme në vendin ton, e temperaturën minimale për sot do t'a mbaj Ferizaj me 12 gradë Celsius, ndërkaq maksimalen do t'a mbaj Prizreni, Peja, Mitrovica, Prishtina dhe Gjilani me 31 gradë Celsius. Vlen të cekët që gjatë ditës së sotme do të kemi një ditë të ngrohtë dhe me diell, mirë po do të ketë edhe vranësira kalimtare në disa prej qyteteve. Po vazhdojmë tani edhe në ditën e nesërme, ku gjatë ditës së nesërme kemi temperaturën minimale në Pej me 13 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale do të mbaj Mitrovica, Prishtina, Ferizaj, Prizreni dhe Gjakova me 28 gradë Celsius. Edhe gjatë ditës së nesërme do të kemi një ditë me diell, por nesër do të jetë një ditë e kthjellët, edhe nuk do të kemi vranësira në vendin ton. Po vazhdojmë tani në Shqipëri, ku atje gjatë ditës së sotme në disa zona kemi vranësira, në disa zona tjera do të ketë edhe intervale diellore të herpasershme. Temperaturën minimale e mban Korça për sot me 11 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale do të mbaj Shkodra me 35 gradë Celsius, pastaj e kemi edhe Beratin dhe Elbasanin me 34 gradë Celsius. Po vazhdojmë edhe në ditën e nesërme, ku nesër në Shqipëri është paraqe në shumicën e zonave të kemi vranësira, kurse në disa prej zonave do të kemi edhe shfaqje të intervaleve diellore. Temperaturën minimale për ditën e nesërme do të mbaj Korça me 12 gradë Celsius, ndërkaq maksimalen për nesër përsëri e mban Shkodra, por me 34 gradë Celsius. Gjithashtu e kemi pastaj edhe Beratin, Elbasanin dhe Gjirokastrën me 32 gradë Celsius. Po kalojmë tani në Maqedoninë e Veriut, ku edhe atje në disa zona kemi mot me rrezë diellore, kurse në disa zona tjera do të ketë të vranësira kalimtare. Temperaturën minimale për ditën e sotme e mban Shkupi dhe Kumanova me 12 gradë Celsius, ndërkaq edhe maksimalen do ta kemi në Shkup me 34 gradë Celsius. Vazhdojmë edhe në ditën e nesërme, ku edhe nesër pak a shumë do të jetë një situatë e ngjashme, do të kemi në disa zona diell dhe në disa zona tjera do të ketë vranësira. Temperaturën minimale për nesër e mban Kumanova, Tetova, Gostivari dhe Struga me 14 gradë Celsius, ndërkaq maksimalen e mban Shkupi me 32 gradë Celsius. Po kalojmë tani edhe në kontinentin evropian, edhe të shohim se si kemi temperaturat atje. Si çdo herë minimalen po e mban Oslo, edhe sot me 11 gradë Celsius e kemi pra Oslo, ndërkaq temperaturën maksimale të shëmirë kështu e kemi në Madrid me 36 gradë Celsius. Po vazhdojmë edhe në ditën e nesërme, ku do të jetë një situatë e ngjashme. Temperaturën minimale përsëri pra Oslo e mban për nesër me 12 gradë Celsius, ndërkaq maksimalen përsëri Madridi me 37 gradë Celsius sa i përket ditës së nesërme, pastaj kemi edhe Romën me 34 gradë Celsius e kështu me radhë. Kaq sa i përket